Një nga argumentet që kemi pas për gati 4 orë, dhe kjo është reale, ka qenë 3 argument tani, dëgjoj. I thosha, zotëri, si ka mundësi të rritë shpimin e energjisë? Nuk e ka vëshë vërtet, më thoshte mua. Ore e ke seriozisht, ke rritur shpimin e energjisë, ishte me fash, pra njerëzit deri në 300 kW pagunin 7.5, nuk e mbaj mend. Ti hoqe fashën, i ke nxjerr njerëz zbuluar dhe njerëz si puna ime që marrin 1 milion gjys rrog, ti ja ke bërë shpimin e energjisë më të lirë. Jo, nuk është e vërtet. Nuk kam rritur shpimin e energjisë. Tani pyeti këta. E ka rrit apo jo? E ka rrit. E dyta, i thash zotëri, sa herë borxh ke marr deri në vitin 2015 janar? Nuk e di. Po si nuk e di, thash, nuk di sa lek borxh ke marr? 1 miliard euro. Jo, nuk është e vërtet. Shëncikasa, i mbrapa do i shly. Nuk është e vërtet, më thoshte. Derisa më tha nga ora 2 e natës, ata marr ministri i financave në telefon ta pyes sa lek borxh ka marr. I thash, leje mos e merr se po ta them unë. Sa tha? 1 miliard euro. Ka shkuar 1.6, 1.5 sot. 1.5 sot. Dhe nuk po hy debati ku i ka çuar. E treta, rritjen ekonomike. Dëgjova për dje, ishte në një fshat aty ku segu ishte. E doli aty, mas i foli që lulen e kam xhan, e Saliu manin zemër, po mua më jep një dorën, etj. Tha, unë ju premtoj, tha, i gjë të madhe. Do e çoj rritjen ekonomike 5%. E para këta njerëz nuk e kuptojnë fare, domethënë 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ky nuk e përkthen dot se është i paaftë. I kanë thënë 5%, e thot 5%. Tani vim këtë debati im me të. I them atë natë Nila. Sa ka rritjen ekonomike? Më tha, unë kam tha 3.6, në fakt viti 2014 dhe viti 2015 tani më mend, shkoi 2.86. Ky vit, që 2016 pra, nuk e kaloi 3%. E gjam tha pisi? Po. Ale vëm bas më tha që në zgjedhjet e vitit 2017, pra tani në qershor që jemi, unë të la kem rritjen e ekonomike 5%. E disa ka sot? Dhe ky e premton këtë për 4 vjeçarin e ardhshëm. 3.5 pretendon. E ka 3.2. E premton për 4 vjeçarin e ardhshëm një gjë që duhet ta kishte realizuar në 4 vjeçarin e parë. Çfarë do të thënë kjo? Pastaj pse është i paaftë? Sepse nuk e kam dëgjuar kur, nëse keni dëgjuar ju më thoni një ditë, që ky ka folur për ekonominë. S'kupton asgjë. Se më çfarë ka Edi Rama që ju i dhat autobusin që i thoshë mos i vë çfarë, po e s'ka patent. Dakor.